Drejtoria Rajonale Policisë në Gjakova është duke vazhduar me aktivitetet të shtuara policore me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e sigurisë në komunikacionin rrugor. Gjatë ditëve të fundit, Njësia Rajonale e Komunikacionit Rrugor ka zbatuar me sukses planin operativ droni, i fokusuar në identifikimin dhe ndëshkimin e kundërvajtësve, sidomos atyre që kryen tejkalime të rrezikshme. Në kuadër të këtij plani, 6 ditor janë shqiptuar 752 gjoba për kundërvajtje të ndryshme, përfshirë shpejtësinë mbi normat e lejuara, përdorimin e telefonit gjatë ngasjes, mos vendosjen e rripit të sigurisë gjatë ngasjes e të tjera, ndërsa 125 shoferëve të tjerë u janë marrë përkohësisht patentë të shofer dhe u është shqiptuar masa mbrojtjes së ndalimit të drejtimit të mjetit motorik. Kjo masë është marrë ndaj shoferëve që kanë kryer shkelje të rënda të rregullave të komunikacionit, si tejkalime në zona të ndaluara, tejkalime të kolonës së mjeteve duke rrezikuar sigurinë e pjesëmarrësve në trafik dhe të tjerë. Policia e Kosovës do të vazhdojë me zbatimin e masave preventive dhe ndëshkuese për të garantuar një trafik më të sigurt për të gjithë qytetarët. Andaj apelojmë tek të gjithë drejtuesit e automjeteve të respektojnë rregullat e trafikut, të shmangin tejkalimet e rrezikshme dhe të kontribuojnë në sigurinë e përgjithshme rrugore.